Për mua ishte një mesazh shumë i qartë nga samiti që të përgatitemi për luftë për të fituar ose për të rikthyer paqen, për të fituar paqen. Mesazhi dhe gjithë liderëve ishin shumë të qarta edhe jam me tezën e Enedës që them edhe Alertit që them që po, Bashkimi Evropian ka një plan për Shqipërinë. Por deklarata e presidentit të Këshillit Evropian bëri shumë përshtypje sepse dikush tha është strategji apo dikush tha është alarmante. Fakti që hajde përgatitemi për luftë që të fitojmë paqen. Deklarata e Charles Mikelit ishte shumë evidente për një fakt, duke qenë se tha që vetëm me presion diplomatik ne mund të ndalojmë agresionin rus tek Ukraina. Më ngacmoi Laerti me faktin e modestinë e tij që e karakterizon kur tha që erdhi Macroni tek unë. Ngacmoi Laerti. Po, prit ta mbaroj. Se ka një pikë. Po flasim për përqime. Që erdhi tha Macroni tek unë, tha. Fakt Laerti, unë duhet të bëj një pyetje. Ti ke fjetur ndonjëherë ke Vila 31? Jo, nuk e di ku është. Okej. Se Macroni e bëri. Unë mbaj mend një fotografi me Mohamed, një të preferuarin e tij, me ngjyrë, i dali përqafuar, nuk kam asnjë gjë, por tek një emision quhet 360 gradë kam nxjerr fotografinë. Nëse se dëgjoj se unë tani është presidenti i Francës, një fuqi shumë madhe atomike. Edhe atëre presidenti ishte më bukur. Jo, ka një fakt tani na do më shumë. Po mirë, i pëlqen basketbolli më vëlla. Na do më shumë tani zotëri. Jo, ndryshe dihet basketbollistët me ngjyrë janë të suksesshëm. Shqiptarët kanë lobuar që Macroni ka një pozicion më shumë afër fuqishit dhe Serbisë dhe një pozicion më të barazlarguar. Patjetër, dhe ta falenderojmë se në Eurovision Franca na dha 12 pikë. Po, dëgjoj, ishte i vetmi nga krerët e shteteve që fjeti në vilën e ish Xhaxhi Enverit. Dakor, edhem këtu si... Ne frankofonia na ka udhëhequr. Gjithë kanë fjetë në hotele. Udhëheqësit tanë, ti e di shumë mirë, udhëheqësit tanë kanë qenë frankofon. Xhaxhi, doktori, Viktori. Një sër e elitës shqiptare është formuar në Paris. U formuan, por nuk rekrutuan. Jo. Nuk rekrutuan, faktet tregojnë që jo. Nuk ishin. Faktet tregojnë që jo. As Enveri, as doktori, as piktori. Patjetër.